Komisioneri shtetëror I zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka renditur disa nga problematika që janë hasur në procesin e votimit në diaspor. Celibashi u shpreh se janë rreth 11.000 zarfe, të cilat nuk janë tërhequr nga votuesit shqiptar që jetojnë jashtë për shkak të disa problematikave. Rreth 21.000 zarfa, prej këtyre dhe më vjen mirë që të pyetë se ka nevojë për një sqarim këtu. Janë zarfe të cilët nuk janë shpërndarë akoma. Domethënë DL nuk ka mundur t'i shpërndajë akoma. O janë në zyrat e tyre, o janë në proces, janë në zyrat e DL-s. Prej tyre 11.000 janë për shkak të problematikave të lidhura me adresën, pra pasaktësi në adresë, pasaktësi në emailin e kontaktit dhe pasaktësi në numrin e telefonit. Pra shërbimi I DL-s ka 11.000 votues nuk kanë mundur t'i gjej, nuk kanë mundur t'i kontaktoj. Dhe do të thotë që këto 11.000 zarfa janë në zyrat e tyre. Për këta 11.000 të cilët ne e kemi pak a shumë informacionin. Për këtë arsye, përpara disa ditësh, ju kemi bërë thirrje votuesve që ata të cilët janë regjistruar, pra çdo njeri prej atyre 245.935 të cilët nuk e kanë marrë fletën e votimit, të interesohen pranë shërbimit të DL-s të vendit përkatës për t'i thënë që unë jam regjistruar, por s'kam marrë as mesazh telefonik, as mesazh nëpërmjet emailit në lidhje me zarfin e fletës votimit. Pjesa tjetër lidhet me ata votues që DL mund t'i ketë kontaktuar, nuk janë përgjigjur njoftimit apo mesazhit të DL-s, dhe janë akoma në pritje deri në datën 8 në zyrat e DL-s. Po ashtu, Celibashi tha se integriteti I votës nuk mund të vihet në dyshim. Nuk mund të vihet në dyshim integriteti I votimit nga jashtë. Është një proces te modestisë që nuk është realizuar në mënyrë perfekte dhe jo për shkaqe që lidhen me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por është një proces I realizuar pa hezitim mund ta them shumë mirë. Por nga ato çfarë vjen këtu tek ne, qoftë nëpërmjet partive politike, qoftë nëpërmjet votuesve, asesi ky proces nuk mund të vihet në diskutim. Po lexoja para disa ditësh në lidhje me procesin e votimit të nga jashtë në Gjermani, edhe me gjithë respektin për standardin gjerman, pa diskutim, por atje diskutohet për humbjen e 40.000 votave. Apo problemeve që patën në Austri së fundi, ku nuk u konsideruan fletët e votimit nga jashtë për shkak të problematika që lidheshin me zarfin që mbante fletën e votimit, pasi ngjitsi nuk zarfat ishin të hapur, nuk mund të ngjiteshin. Ndërkohë, Celibashi ka folur edhe për task forcën e ngritur për denoncimin e krimeve zgjedhore. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pra nga SPAK janë 115 materiale kallëzuese, këto nga subjektet zgjedhore, referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Nga subjektet politike, subjektet zgjedhore janë 25 materiale kallëzuese në konsiderim, 35 nga platforma online. Dhe në total janë të regjistruara 35 procedime penale nga SPAK. Nga këto 35 procedime penale, 8 janë të regjistruara kryesisht nga vetë SPAK. Për sa I përket të dhënave të marra nga prokuroria e përgjithshme, janë 32 kallëzime për vepra penale në fushën e zgjedhjeve. Nga totali I përgjithshëm kallëzime, 7 prej tyre është vendosur mos fillimi I hetimit, një kallëzim për flas për kallëzimet e kompetencës së prokurorisë përgjithshme, një ka kaluar për kompetencë SPAK-ut. Nga ana tjetër, Celibashi është përgjigjur denoncimeve të Partisë Demokratike për shkak të akuzave për manipulim të votave në Greqi. Celibashi ka theksuar se KQZ trajton çdo ankesë bazuar në prova konkrete dhe jo në deklarata politike të partive.